Njësër sulme shukryen gjatë orëve të natës ndaj burgjeve në zona të ndryshme të Francës, ku përdoren edhe armë zjarri dhe ku shumë automjeteve ju vu flaka. Përpara hyrjes së burgut në qytetin e Toulonit, u qëllua me armë automatike, ndërsa automjeteve të parkuara ju vu zjarri, bëjnë të ditur mediat franceze. Sulmet e ngjashme u konstatuan edhe në 7 zona të tjera të vendit, përfshirë qytetin e madh të Marsejës. Ministri francez i drejtësisë deklaroi se administratat e burgjeve ishin përballur me përpjekje për intimidim. Ai njoftoi nisjen drejt qytetit të Toulonit për të shprehur autoriteteve franceze mbështetjen e tij. Franca po përballet me problemin e trafikut të drogës dhe po merr masa që do t'i çrënjosin masivisht rrjetet kriminale, deklaroi ministri i drejtësisë. Një burim i afërt me hetimet e nisura tha për mediat franceze se sulmet ishin të koordinuara dhe ishin të lidhura me strategjinë e qeverisë për të luftuar bandat e drogës. On a tiré sur la porte d'entrée principale de l'établissement qui aurait pu avoir des conséquences très graves si on avait eu des personnels